Me vendimin për të rritur njëherazi dhe në të njëjtin nivel çmimin e siguracioneve të automjeteve, kompanitë e sigurimeve kanë shkelur ligjin. Autoriteti i konkurrencës sqaron se kompanitë nuk kanë të drejtë të aplikojnë tarifa të grupuara apo të njëjta për konsumatorët. Nëse çmimi rritet në të njëjtën masë për të njëjtin lloj produkti, në blok, në të njëjtën ditë, nga të gjitha operatorët, atëre këtu qartas kemi të bëjmë me një marrëveshje e cila në zbatim të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës është një praktikë antikonkurruese dhe shkelje e ligjit e nenit 4 të ligjit. Duke konsideruar si një shkelje të rëndë të konkurrencës në treg, Autoriteti i konkurrencës ka nisur hetimet. Konkluzionet pritet të publikohen muajin e ardhshëm. Kjo procedurë hetimit paraprak është duke konsoliduar, do të thotë duke përfunduar dhe Komisioni i Konkurrencës shumë shpejt do të ketë prononcimin e tij kur krahas këtij materiali njëkohësisht ka dhe ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në këtë treg. Një ditë më parë, kompanitë e sigurimit rritën me afro 50% çmimet, duke çuar në 21.000 lekë siguracionin për automjetet mbi 1.600 kubik. Nga përfaqësuesit e kompanive, vendimi u argumentua me rritjen e kostos së mbulimit të dëmtimit, si pasojë e numrit të lartë të aksidenteve të ndodhura kohët e fundit. Nga ana tjetër, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, institucioni përgjegjës për monitorimin e këtij tregu, ende nuk është shprehur zyrtarisht për këtë rast.